Përshëndetje miq, mirë se erdhët tek Jetosh Besimin. Sot nisim javën e Pashkës. E për këtë, tek meditimet e çdo dite, unë do t'jem duke ndarë mbi çfarë ndodhi nga momenti kur Jezusi i dorëzohet gjykimit të turmës, të klerit fetar jude, të larjes së duarve të Pilatit, deri në momentin kur ai kryqëzohet. Pra, do flasim për stacionet e kryqit. Janë 14 stacione, nuk e di se sa do t'jemi në gjendje që t'i mbulojmë të gjitha, por nga sot do të nisim udhëtimin ton mbi stacionet e kryqit, në mënyrë që të shikojmë nivelin e lartë të çmimit që Krishti, Zoti, pagoi për shpëtimin ton. Stacioni i parë, Jezusi dënohet me vdekje. A dini që ka momentin historik kur drejtësia nuk dështon nga mungesa e ligjit, por nga mungesa e guximit. Ka çaste kur gjyqi mbahet, procedura respektohen. Turma bërtet, autoriteti firmos, e megjithatë, e vërteta vritet. Jo sepse nuk ishte e qartë, por sepse ishte e padëshirueshme. Stacioni i parë i kryqit na vendos përpara pikërisht këtij misteri tronditës. Si është e mundur që biri i Perëndis, i pafajshmi absolut, të dënohet si një kriminal i rëndomt? Si është e mundur që turma të kërkojë lirimin e Barabës dhe kryqëzimin e Krishtit? Dhe pyetja nuk është vetëm historike, ajo është tmerrsisht aktuale. Sepse njeriu modern mendon se është më i qytetëruar se turma e Jeruzalemit, por shpesh vazhdon të bëjë të njëjtën zgjedhje. Refuzon të vërtetën, kur e vërteta kërkon pendim. Teksti biblik i stacionit parë gjendet tek Mateu 27:26. Teksti vjon kështu: Atëherë u aliroi Barabën, ndërsa Jezusin, pasi e fshikulloi, u dorëzoi që të kryqëzohej. Një figurë e fuqishme nga historia e kishës është Thomas More. Ishte kancelari Britanisë së Madhe, një burr i ditur, jurist, mendimtar dhe një person i ndërgjegjës. Kur mbreti Henry VIII kërkoi që autoriteti i tij të vijej mbi të vërtetën morale dhe të vërtetën e besimit, Thomas More refuzoi. Ai nuk ngriti kryengritje, nuk nxiti dhunë, nuk kërkoi pushtet, por thjesht refuzoi të quante të drejtë atë që ishte e gabuar. Për këtë arsye, burgoset nga mbreti, gjykohet dhe dënohet me vdekje. Para ekzekutimit ai tha fjalinë e famshme: Unë vdes si shërbëtor i mirë i mbretit, por së pari si shërbëtor i Zotit. Historia e Thomas More na kujton që bota shpesh nuk e dënon njeriu e keq, por njeriu që nuk pranon të gënjej të drejtin. E megjithatë, edhe ky martir i madh mbetet vetëm një hije e asaj që ndodh me Krishtin, sepse Thomas More i vdiq si njeri i drejtë, por Jezusi vdes si i drejti i përjetshëm, si vetë shenjtëria dhe drejtësia e Zotit e mishëruar. Te ky stacion i parë i stacioneve të kryqit, shohim takimin fatal midis pafajësisë së Krishtit dhe frikës morale të botës. Pilati nuk është i paditur, ai e kupton që Jezusi nuk është fajtor. Problemi i Pilatit nuk është mungesa e diturisë, inteligjencës, por mungesa e karakterit. Ai e shet vërtetën, por nuk e mbron. Ai njeh pafajësinë, por nuk e shpëton. Ai përfaqëson njeriu që e di çfarë është e drejtë, por zgjedh komoditetin mbi ndërgjegjen. Këtu shfaqet edhe misteri i tmerrshëm i Barabës. Baraba është fajtori që lirohet, Jezusi është i pafajshmi që dënohet. Kjo është më shumë se sa padrejtësi juridike, miq. Kjo është metafora e madhe e ungjillit. Njeriu fajtor del i lirë, Krishti i pafajshëm zë vendin e tij. Apostulli Pale përmbledh këtë me forcë marramendse kur ai thotë: ai që nuk njohu mëkat, Perëndia e bëri mëkat për ne. Në kryq Jezusi nuk vuan vetëm padrejtësinë e sistemit romak apo urrëtin e turmës së hebrejve. Ai merr mbi vete dënimin që ishte i hyni. Kjo do thotë që stacioni i parë nuk është vetëm një gjyq i padrejtë. Është fillimi i shkëmbimit të madh të shpëtimit, siç ne e njohim në teologji, shkëmbimi hyjnor. Krishti dënohet që ne të justifikohemi, që ne të falemi, ai refuzohet që ne të pranohemi. Krishti trajtohet si fajtor, që ne fajtorët e vërtet të marrim hirin e tij, faljen. Por ky stacion zbulon edhe natyrën e turmës. Turma që kërkonte gjak, dënim për Krishtin, është e paqëndrueshme. Është e njëjta shoqëri që sot brohoret Hosana, nesër mund të bërtas kryqëzoheni. Sepse kur zemra nuk është e rrënjosur tek e vërteta, emocionet nuk prodhojnë besnikëri. Turma mund të ketë zë, por jo domosdoshmërisht moral. Jo domosdoshmërisht të drejtën. Dhe sa herë historia njerëzore ka përsëritur gjyqin e Pilatit. Sa herë shoqëritë kanë liruar Barabën e tyre dhe kanë dënuar Krishtin në forma të tjera.
duke lavdruar forcën, cinizmin, korrupsionin, imoralitetin, ndërsa përpiqeshin për pastërtin. Ata në thelb e përqeshnin vërtetën dhe sakrificën. Stacioni i parë i kryqit na fton të bëjmë një ekzaminim të thellë të ndërgjegjes. Pyetja nuk është vetëm pse turma e dënoi Krishtin. Pyetja është sa herë unë kam bërë këtë në mënyrën time? Sa herë kam zgjedhur Barabën në vend të Krishtit? Sa herë kam preferuar zgjidhjen e lehtë në vend të së drejtës? Sa herë kam heshtur kur duhej të flisja? Sa herë kam ditur të vërtetën, por kam zgjedhur të mos e mbroj atë sepse më kushtonte reputacion, rehati, marrëdhënie ose interesa. Stacioni i parë i kryqit na fton të mos bëhemi si Pilati, as si turma, të mos bëhemi njerëz që lajnë duart, ndërsa e vërteta gjakoset përpara tyre. Në familje, në kishë, në jetën publike, në profesion, shpesh tundimi nuk është të bëjmë të keqen në mënyrë spektakolare, por të tolerojmë të keqen në mënyrë të heshtur. Edhe kjo heshtje mund të bëhet bashkëfaqësi, të paktën përpara Zotit. Po ashtu ky stacion i flet edhe njeriu të plagosur nga padrejtësitë. Ka njerëz që janë gjykuar gabim, përfolur, refuzuar, tradhtuar, braktisur, lënë vetëm. Krishti i dënuar padrejtësisht u thot atyre: unë e njoh dhimbjen tënde. Krishti miq nuk shpëton nga larg. Pra ju në dhimbjen e njeriu të refuzuar. Prandaj kur ne përjetojmë padrejtësi, nuk jemi vetëm. I pari që ka ecur këtë rrugën e dhimbjes, është vetë Zoti Jezu Krisht. Ndaj me këto të vërteta të stacionit të parë, të kryqit, le të lutemi së bashku këtë mëngjes. Zoti Jezus, ti që u dënove padrejtësisht për ne, na fal që herët me radhë kemi zgjedhur heshtjen mbi drejtësinë. Mos lejo Zoti që zemrat tona të bëhen si zemra e Pilatit. Ne e guximin që të të zgjedhim ty, edhe kur kjo na kushton, edhe kur vetë përjetojmë padrejtësi, na kujto që ti vuajte padrejtësitë për ne. Bekoj burrat edhe gratë që po ndjekin këtë mëngjes. Në këtë stacion të parë të kryqit. O Zot, ndihmona që të jemi mirënjohës, thellësisht mirënjohës dhe falënderues për dashurinë tënde. Ti u bëre zëvendësuesi ynë hyjnor. Ti more padrejtësitë në mënyrë që ne të bëjmë drejtësia jote në Krishtin Jezus. Bekona këtë mëngjes. Në emrin tënd lutemi o Zot. Amen. Miq të mirë, lutem që Perëndia t'ju bekoj ju dhe çka keni për zemër, fëmijët, familjen tuaj, prindrit, motrat dhe vëllezërit, dhe t'ju udhëheq në shtegun e ngushtë të besimit. Ju ftoj që të vijojmë së bashku çdo mëngjes gjatë kësaj jave, jo vetëm që intelektualisht të mund të përthithim çfarë ndodhi gjatë javës përpara kryqëzimit, gjatë kryqëzimit dhe të zbërthejmë misterin e dashurisë së madhe të Zotit nëpërmjet Krishtit. Por së bashku të mund të ndërtojmë këtë komunitet njerëzish të cilët kanë vendosur të ndjekin të vërtetën. Zoti me ju, mezi pres ju takoj sërish nesër në stacionin e dytë të kryqit.